platforma tona online, në rrjetet sociale dhe gjithashtu do të jemi në kohë reale live dhe në kanalin ton të YouTube-it News 24 Albania. Tani parola do t'jetë e Tirana o traftar me Shqipëri të shpoj Balkan, sepse Shqipëria nuk është Shqipje. Edhe 5 minuta të fillet mashinit, që dini sot ka edhe nga qytetet tjera, sepse çdo të shtuna është protestë kombëtare, që qoftojnë shqiptarët nesër të protestojnë nëpër qytetet e tjera, ose të marrin gazmat, levat dhe çekiçet dhe kush ju ka zaptu tokën, ujin, apo detin, dhe të shkojnë dhe ta heqin në mjete popullore. Prandaj jena këtu sepse organizatori i këtij më e rëndësishëm të kësaj proteste janë Bona dhe Leta anë kanë shqiptarë i debatit. Shumica e shqiptarëve që kanë kontent me to. Ata jemi
Shohim që protestuesit janë mbledhur tashmë në sheshin Skënderbej, çdo minutë shtohen protestues dhe qytetarë të tjerë për marshimin drejt kryeministrisë. Shohim që organizatori Artan Kola sapo ka bërë disa nga njoftimet e kësaj proteste të 28, duke theksuar se skenari ditën e sotme do të jetë i njëjtë, do të ketë disa fjalime të cilat do të mbahen në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Tashmë shohim që protestuesit me pankarta të mëdha në duar janë gati për të nisur marshimin e përditshëm drejt kryeministrisë. Kemi këto pamje të drejt për drejta në ekranin e News 24 nga bulevardi Dëshmorët e Kombit në kryeministri, të cilët janë duke pritur protestuesit e tjerë dhe shohim të tjerë qytetarë që i bashkohen këtij grumbulli në bulevardin Dëshmorët e Kombit në kryeministri. Dhe këto janë disa nga pamjet të qytetarëve të cilët janë duke marshuar drejt të bulevardit Dëshmorët e Kombit nga rrugë të ndryshme të Tiranës për t'u bashkuar këtij tubimi të 28 kombëtar. Dhe shohim protestuesit në sheshin Skënderbej, të cilët tashmë janë gati për të nisur marshimin e tyre drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Zoti bashkon xhenerin gjithë, i bashkëparaqes, edhe e personi bashkon gjithë Shqipërinë. Apo është i kemi qenë. Do shqiptarë çam, do çama shqiptarë. Shqipërisë që shqiptarët nuk harrojnë dhe nuk të falin më. Në shumë shtete demokratike tradhtia ndaj atëherë dënohet me dënim kapital. Prandaj edhe në Shqipëri ky dënim ndoshta do të ardhmë duhet kthehet në burgim të përjetshëm. Atëherë dal nga dal si çdo ditë marshojnë deri tek semafori, aty ju lutem këta që janë me pankartë, çamëri me pankartë atje deri para, shpite që para dhe do marshojnë drejt hajdorisë.